Jam i mërzitur për djem, nuk jam i mërzitur për humbjen. Sot jam më i qetë se neshjet e tjera që kena humb qoftë edhe me Durrësin apo barazimin që kena bë me Voren. Sot djem bën një lojë të mirë, luajten gjithçka për gjithçka, në maksimumin gjithë secili. Për këtë duhet i falenderoj dhe t'i them bravo ju qoftë. Pa normal shumë, po ta shihni kartelin e parë të verdhë është qesharake, e dyta mandej është rralla në sport, kjo është e pabesueshme. Unë nuk e prit që me thonë drejten, por e thash edhe më përpara, një ndeshje të tillë me gjithë të arbitrat mirë të FIFA-s që kena, mos t'ishte një i tillë sot dhe t'ishte Ferhate që është gati me lënë, si më thonë është kap çat kapësh, edhe kjo është ajo që më shqetëson, se tensionin fush, nuk është normal, ndeshje vendi i parë, vendi i dytë, është gjunaf që t'i hahet mundi djersa djem në këtë forfet. Kur kam folë ndeshje që s'kena luajt mirë, kam kanë i bindën dhe kam dinë arsyeën pse. Sot po shifni kemi një mal të rikuperuar 70%, 75%, kena një kallak të rikuperuar të 75%, kena një Jago që është më mirë, kena një Çato që është më mirë, kena një Bismarck që po afrohet, kështu që gjithë të dëmtime, djemt kanë janë stërvit ashtë tjera parë këtë javë që janë stërvit me grupin, kështu që unë kam ditë që kena me mri këtu, por duhet stërvitina, duhet ullim kryet fort, edhe të shohim përpara, janë edhe 3 ndeshje deri në mbyllje të 2 fazave të para, të vazhdojmë marrim maksimumin e pikëve që mundem. Absolutisht jo. Ne do bëjmë kampionatin tonë, nuk kena punë hiç me ta. Kena ndeshje në radhë që na vjen Ballshi, një ndeshje e fortë, Ballshi është ekip simpatik. Duhet ta vlerësojmë maksimalisht dhe nga ndeshje në ndeshje mëndej do mrrim aty ku duan ata me kanë. I falenderoj për mbështetjen, janë pjesë, e kam thënë më parë, janë pjesë e rëndësishme e jona, pa çka se s'mujt me marrë rezultat pozitiv sot, por gjithsesi i them faleminderit.